Triumfi i kësaj greve ishte edhe fundi i planeve të Ramizalis për të çenikos, për të konsoliduar një demokratur, një diktaturë autoritare. Qeveria që erdhi nga Këshilli Presidencial Puçist u përmbys. Një qeveri tjetër u krijua, e cila u quajt qeveria e stabilitetit, por e vërteta është se ajo qeveri që vendosi provizorisht një qetësi ishte qeveri i jetë shkurtër dhe Partia Demokratike përsëri në konsultim të vazhdueshëm me sindikatat u largua nga ajo qeveri në një akt jashtëzakonisht të rëndësishëm. Një akt që bëri të mundur fitoren plebiscitare mbi diktaturën në zgjedhjet e 22 marsit. Por bashkimi ju i sindikatave është lëvizja kombative më e gjatë ndofta në Europën ish komuniste, por dhe më gjerë. Nga 11 janari i 91-shit gjerë ditë të sotme në qindra e qindra herë bashkimi sindikatave u bë zëri ndërgjegjes minatorëve shqiptar, zëri ndërgjegjes qytetarëve shqiptar. Ndikoi në mënyrë thelbësore reformat e vendit, në mbrojtje të drejtave të minatorëve dhe të punëtorëve, fitoi një reputacion të madh ndërkombëtar. Ushtrua në një organizatë të respektuar, jo vetëm një organizatë antikomuniste siç u themelua në fillim, që është e vërteta, sa ashtu ishte u nda nga sindikata pro-komuniste që ishte, por në një organizatë të fuqishme të sindikalizmit të vërtet, të mbrojtjes të drejtave të punëtorëve, ndaj dhe ajo u bë një organizatë respektuar në rajon, në Europë dhe në botë. Fitoi nam për veprat e saj, për qëndresën e saj, për rezistencën e saj. 35 vite kam krahësi që kam parasysh këtu heroj si Gzim Kalaja, Sami Kariqin e shumë të tjerë. Por nuk mund të mos ndalemi të shohim të sotmen ku jemi. Ku jemi? Sot në Shqipëri është vendosur një diktaturë autoritare, e cila në rrafshin kombëtar është po aq armiqësore sa që ishte diktatura hoxhiste. Çdo shqiptar është i lutur të mendoj për një moment aktet antishqiptare të Edi Ramës ndaj Kosovës. Nuk e harroj, ishte data 10 gusht dhe Ramiz Ali organizoi një takim me 40 intelektual. I them unë
që heqja e bustit Stalinit është e domosdoshme sa është një armik i kombit. Dhe ju po t'i referoj veprës Milovan Gjilasit, ai ju i tha Titos dhe atyre glabrojnë Shqipërinë. Se mund ta majmë ne këtu. Po, tha Sali, se unë dhe ti jemi nga pak Kosovar, unë jam i thasht për ty nuk e di. Se në fakt ai herë thoshte jam, herë thoshte nuk jam. E vërteta, kjo po. Thash për ty nuk e di. Tha se dhe filloj tani të sulmoj Kosovën dhe kosovarët, pse kishin qëndrime antikomuniste, pse këto me radhë, pse kërkojnë nuk e bë këte me demonstrata. Pra, një qëndrim si që kishin mbajtur, të lumtur, i lumë, bë mirë, thoshte në Hoxha, që e lam me Jugoslavin Kosovën. E thot dhe të dyshin në veprën titistët. Erdi tani kryeministri aktual. Po të krahasoni ju qëndrimet publike të Edi Rams dhe Aleksandar Vučićit janë armiqësore në palc dhe identike. Identike. Njeri vjen dhe thot Zubin Patok se Serbia do bëhet më e madhe. Tjetri thot se Kosovë, veriu i Kosovës është toke askujt. Njeri thot se me këta shqiptarët e Tiranës merren vesh, me shqiptarët e Kosovës, atëherë drume pre. Dhe pastaj ulen bëjnë planin për nda Kosovën. Edi Rama është autori i projektit për asociacionin të marrë në sirtaret e Aleksandar Vučić. I vuri sankcione Kosovës. I pari e hoqi nga harta e Ballkanit, shkoj për mini Jugoslavin, duke paraqitur Kosovën të integruar në Serbi. Por do dimi gjë, kombi është një dhe i pandar. Kombi është një dhe i pandar. Kur nuk e i lirë, në qofë se gjysme e kombit tënë është e pushtuar. E vërteta është se këto Kosovës a i vërtet i ka bërë dëme. Por fatmirësisht Kosova është e pavarur, ka qeverinë e vetë. Po damet më të tmerrshme, më shkatrimtare ja ka bërë Shqipërisë. Shqipërinë ky e çpopulloi 2 herë më shumë se pushtimi serb Kosovën. 2 ose 3 herë më shumë se pushtimi serb bazuar në platformën e Çubrylloviçit. Shqipëria e çpopulloi me një shpejtësi të paparë, duke përdorur 2 arë, varfrin dhe frikën. Varfrin dhe frikën. Sot, qytetarë shqiptarë janë më të keq paguarit në rajon dhe në Europë, por në absolute në të gjithë të kontinent
nuk ekzistoi 28.000 kilometra katror në të pasura, apo që të kenë pasurit e këtyre 28.000 kilometrave që në Shqipëri. As kërkun nuk gjinen pasurit tilla prallore. Që të gjitha sot shfrytëzohen si në një sistem kolonial. Tërësisht kolonial. Jo të huaj. Jo. Hajdut, qeveritar hajdut, kriminel, organizata kriminale, kartele droge, të cilët plaçkisin dhe i shtrojnë në pasuri për vete pasuritë e shqiptarëve. Ndaj dhe minatorët nuk marrin atë që meritojnë. Nuk marrin shpërblimin që meritojnë. Nuk marrin nderimin që meritojnë herojtë të vërtet të këtij kombi. 2 ditë më parë, Edi Rama nderoi me mirënjohje teatrin e tij Xhelat. Skulptori Kristaq Rama ka qenë një xhelat i vërtet i diktaturës. Është antar i asaj nomenklature dhe komuniste që ka kryer genocid ndaj shqiptarëve. Flasim ne për genocid serb në Kosovë dhe ka qenë, por i gjë du të harrojmë, mos të harrojmë. Genocidi komunist në Shqipëri është i sankcionuar në të gjitha dokumentat, në të gjitha vendimet, ligjet e këtij shteti. Dhe ky genocid u krye nga shqiptari ndaj shqiptarëve për qëllime klasore. Pardje dekoroi teatrin, i cili ka firmosur, ky pseudo intelektual ka firmosur Kaz Ramizalis, ngjitur me firmën e tij, varjen në litar të Havzinelës. Çfarë ishte Havzinela? Një poet i apasionuar, 5.000 vargje për Kosovën. Një adhëtar i flakt, që s'mund pranon të kur pushtimin serb, po s'mund pranon të as diktaturën në Shqipëri. Dhe ai në 10 gusht 88 firmos varjen në litar të poetit. Ajo është vetëm njëra firmë, po ky xhelat ka një seri firmash tjera. Edhe fshatari thjesht, në Vithkuq, fshatari, sigurimi i shtetit i duhej për kurthet që bënte, vret i njeri. Vret dhe i thonë e vrave ti. Se vrava, e vrave. Dhe pastaj pasi e shtrojnë javë të tëra në dru, i pranon. Armen masoli zbulimi grek, mala tek i pish, e mora dhe e vrava. Tani çfarë ndodh? Shkon në gjykat dhe i thot, o zoti gjykat, thot, unë thot, jam familje e përsekutuar. Në jetën time nuk kam pas push për zvërtetin dur. Në brigatën e punës, në ushtri, ne kishim pushk druni. Nuk na ipin pushk të vërteta. Dhe unë, se kam, jo që s'kam vra kur njeri, po s'kam kap kur pushk zjarri në dorë. I kthehet diktatori. Ha, thot. E kanë shtruar ndrua atje në prokurori, thot, prandaj ka thënë ato. Prisi tani. Në vend të t'i fale jetat pakten, që të dy, Ramizi dhe Kristaqi, firmosin të ekzekutohet. Të ekzekutohet.
dhe fshatari ekzekutohet. Ka shumë episode tjera, por ky zgjedh të ndërrojë xhelatin në vend se të dënoj aktet makabre të jatit ti. Dhe zgjedh edhe më keq. Përdor pafajësinë e fëmis. Mendon se do mund ta maskoj. I them këtu se jo pafajësia e fëmijëve, pas hynia e engjyjve, nuk të shpëton dot ty, që nuk dënon krimin makabër të babait tënd. Dhe atëherë çfarë mund të presin luftëtarët e lirisë prej tij? Koha është kohë beteje. Ne në vitin 90 Shqipëria fitoi se këta burra qëndruan të pamposhtur. Qëndruan të pamposhtur. Me besim të madh se mbroj një kauzë të drejtë. Dhe me qendresën e tyre, në fakt, shënuan kthes të madhe në historinë tonë. Sot jemi në kushte shkatrimi kombëtar në rrafshin demografik si kur ndonjëherë më parë. Sot kombi ynë ka atë numër lindjesh që kishte 100 vite më parë. Sot prore ku do të dëgjon, nuk ka krah pune, sepse ikin. Të tjerë vinë dhe Shqipëria është një trampolin, nga të gjitha kontinentet vinë, punojnë 2-3 muaj dhe ikin në Europë. Tallet në pensionistët. Ka një ligj që i detyron qeverin të indeksoj pensionet. Jo, se zbaton kur. Ka gjetë bonuset e turpshme. Në një kohë kur kosto e jetesës nga viti 2022 gjersot është rritur 60%. 60%. Pensionistët herën e fundit morën bonusin për 2 kg domate. 8 euro. Cinizëm, pashpirtësi. Kohë kushtrimi. Kohë e cila fton çdo shqiptar të ngrihemi, të vazhdojmë të pamposhtur këtë betejë. Kauza jon është e drejtë siç ishte kauza e juaj në vitin 91. Beteja jon është e vështirë, por është absolutisht e fitueshme. Gjë në botë që të mposhtë të pamposhturit nuk ka.